Gjykata e lartë pritet që sot në orën 14 të ketë mbledhjen e kolegjeve të bashkuara. Kolegjet e bashkuara do të shpallin sot vendimin pas një seance të zhvilluar më 9 prill dhe konsultimeve që kanë vazhduar për disa javë. Çështja është shumë e thjeshtë. Në datën 19 mars, vetëm 12-14 orë para se kolegji penal i gjykatës së lartë të jepte vendimin për çështjen Bektash Zeneli, kreu i kësaj gjykate, Sokol Sadushi, ndërhyri me një vendim të ndërmjetëm. Ai dha arsye, por ngriti edhe shumë pikpyetje. Së pari, pse pikërisht kjo dosje në 10 mira që ka gjykata e lartë? Së dyti, pse në këtë moment, kur shumë zyrtar të lartë të partisë në pushtet ndodhen nën hetim apo nën masa sigurie si arresti me burg? Së treti, a e ka moralin Sokol Sadushi ta bëjë këtë veprim kur është i paragjykuar politikisht? Së katërti, a mund ta bëjë kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, këtë veprim duke mbledhur kolegjet e bashkuara, shumica përfaqësues të gjykatave civile dhe administrative, për të ndryshuar një vendim unifikues që lidhet me çështje penale? Së pesti, a mundet njeriu i pa vettinguar, Sokol Sadushi, të kërkojë të tilla lëvizje dhe ndryshime, të cilat mund të kenë qëllime dhe pasoja politike për individ politik, siç e përmendëm më lart? Sot është dita kur gjykata e lartë do të shpallë vendimin dhe është e rëndësishme për t'u theksuar. A do të dorëzohen antarët e kolegjeve të bashkuara përballë Pazar Sadushi? E theksojmë Pazar Sadushi, sepse ne e kemi treguar disa herë që është njeriu i pushtetit, me shamin e kuqe, me zyrtar socialist, pra nuk është një gjyqtar i pavarur. Është një njeri që nuk ka kaluar vettingun, një njeri që në redaksitë e televizioneve dhe websajteve ndërhynte me robaze kur publikoheshin deklarimet e tij të pasurisë, është një njeri që sipas pazareve politike përflitet se mund të jetë një kandidat i mundshëm për president vitin e ardhshëm. Zgjidhja është e thjeshtë. Bajram Begait i mbaron mandati. Sadushi gjithashtu merr një pagë 3 mujore tranzitore dhe bëhet presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe shpërblehet në rast se kalon ky vendim unifikues i ndryshuar. E më pas fillon lirimi me radhë nga burgjet i njerëzve të pushtetit. Së pari, sipas asaj që raportohet dhe dyshohet, Erion Veliaj e me radhë të tjerët. Sot është dita ku antarët e kolegjeve të bashkuare të gjykatës së lartë duhet të tregojnë integritetin e tyre, vlerën e tyre dhe peshën e tyre si gjyqtar të pavarur, si gjyqtar të vettinguar, si individ me përgjegjësinë të lartë ligjore dhe qytetare, përballë skenarve, skemave politike dhe veprimeve plot dyshime të arsyeshme, siç përdoret në termat juridik, që tregojnë se kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, ishte një njeri i parapërgatitur për të marrë drejtimin e këtij institucioni gjatë reformës në drejtësi, duke theksuar se ka qenë një nga ekspertët e reformës në drejtësi dhe nuk duhet të ishte në sistem, së bashku me të tjerë gjyqtar që e kanë kapërcyer ylberin e ligjit, dhe sot jemi përballë faktit. A do të dorëzohen përballë Pazar Sadushi dhe instrumenteve politike të majorancës, apo do të qëndrojnë në nivelin e një gjykate të lartë që e kërkojnë shqiptarët të jetë dinjitoze, të ketë vlera, të ketë ekspertizë dhe mbi të gjitha të respektojë ligjin, jo për interesa politike, sepse mund të përfitojë një individ apo një tjetër, por të shërbejë ligjit dhe vetëm ligjit, qytetarëve dhe interesit publik së pari. Kemi një gjykatë të lartë që ka një kryetar tashmë të provuar politikisht, me lidhje të forta dhe me fakte të cilat kanë treguar se si ka shkuar në krye të këtij institucioni njeriu i pavettinguar, njeriu i cili po kërkon në pazarin e tij të tërheqë zvarr një grup gjyqtarësh me integritet, të sprovuar, profesionist, të cilët do t'i përdor për interesin final, ndryshimin e një vendimi unifikuar të vitit 2011 që në fund nuk shkon tek interesi i qytetarëve apo personave që mbahen në masa sigurie, por në interes të individëve politik dhe lufta ndaj korrupsionit dhe krimit në Shqipëri.